Toleranca është gatishmëria për të pranuar dhe lejuar ekzistencën e mendimeve, besimeve dhe praktikave ose sjelljeve që nuk i miratojnë apo që ndryshojnë thellësisht nga besimet tona, por kjo nuk do të thotë që detyrimisht ne duhet i pëlqejmë apo miratojmë, por duhet të kemi respekt për të drejtat e tjetrit për të qenë ndryshe nga ne. Data 10 dhjetor shënon ditën e tolerancës dhe mirëkuptimit ndaj njëri tjetrit. Kjo ditë na kujton mësimet që figurat historike që kanë luftuar për paqe kanë dhënë. Teresa ka ndihmuar gjithmonë njerëz në jetën e saj dhe thonte se ndihma më e vogël do të ishte si dritë për ta. Ajo na ka treguar ne se në këtë botë pa drejtë, ne mund të tregonim veten tonë vetëm me një veprim të bukur. Kur jemi të duruar, krijojmë paqe rreth nesh. Pa paqe nuk krijojmë vetëm gjësi të vërtetë. Toleranca është një ujë që na lën me njëri tjetrin. Sa më shumë ndërtojmë, aq më afër bëhemi. Në shkollë, toleranca nënkupton pranimin dhe vlerësimin e diversitetit të nxënësve, pavarësisht dallimeve të aftësive, kulturës apo orientimit, si dhe pikpamjeve të tyre, duke siguruar një mjedis të sigurt dhe gjithëpërfshirës në çdo nxënës që të ndihet i sigurt, i dëgjuar dhe i barabartë për të zhvilluar potencialin e tij. Se ma mori libret, po do unë të lexoja. Okej, por herës tjetër duhet të pyesësh përpara se të ma marrësh. Faleminderit që je kaq tolerante me mua. Të jesh tolerant do të thotë të kuptosh se ti ke pasur ditë të vështira. Askush nuk është perfekt. Për shkak të moshësime, situata e tolerancës i has shumë jetën time familjare. Unë jam e vogla familjes dhe të rriturit i shmangin shumë gadimet e mia. Unë jam shumë rinjose ndaj tolerancës dhe mendoj se do të jem tolerante shumë e mirë. Zgjedhë gjërat të moshës tënde, jesh vetvetja dhe të jetosh në ritmin tënd, është më e fortë se çdo presion apo mendimi të tjerëve. Ne mund të mos bijmë gjithmonë dakord, dhe kjo është normale, por mënyra se si trajtojmë dallimet tregon karakterin tonë. Unë jam shumë e lumtur që jam tolerante, sepse ndonjëherë mendoj që po t'i përtasë së tjerëve për gabimet që ata bëjnë, ata nuk do të kuptojnë asgjë. Kjo ka ndodhur një herë me mua. Kushëria ime e vogël më ka futur në disa situata të cilat unë duhet ta toleroj atë. Jam shumë krenare që e kam bërë. Një ditë, unë në shokun tim të klasës, po luanim dhe ajo tregua pak e padrejtë me mua. Unë u mërzita por mendova do të tregojmë tolerante, sepse një zog e vogël nuk është më e rëndësishme se sa shoqëria ime. Sepse toleranca nuk është thjesht një ide, është zgjedhja për të qenë njerëzore çdo ditë, është vendimi për të parë një histori tjetër.